Prandaj me thënien e kësaj fjale, duke e ditur kuptimin e saj, edhe duke i plotësuar kushtet e saj, që për cilat do të flasim, njeriu i fiton shpërblimet më të mëdha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qala la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 marra." Do të thënë kush e thot këtë fjalë, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka shok, atij i takon i gjithë pushteti dhe sundimi dhe atij i takon e gjithë lavdia dhe ai është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Kush e thot këtë fjalë 100 herë në ditë, shpërblimin e ka si të liroj 10 robër dhe i shkruhen 100 të mira, i fshihen 100 mëkate dhe është i mbrojtur prej shejtanit në atë ditë deri në mbrëmje. Dhe askush nuk ka bërë vepër më të mirë se ai, përveç ndonjë njeriu që e ka bërë këtë dhe ka bërë edhe vepra të tjera. Edhe gjithashtu ka thonë men qala subhanallahi wa bihamdihi, gjithashtu kush thot subhanallahi wa bihamdihi në ditë 100 herë, i shlyhen mëkatet edhe nëse janë sa shkuma e detit.